Padyshim që do të flisja hapur, sepse transparenca na ndihmon që të kemi një përkrahje edhe nga familja edhe nga rrjeti shoqëror, kjo bën më të lehtë menaxhimin e smundjes. Stigma mund ta izolojë pacientin, prandaj kemi nevojë për më shumë edukim dhe empati, ta shohim personin dhe jo vetëm smundjen. Me një menaxhim të mirë të sëmundjes, edukim shëndetësor dhe vetdije të ngritur, jo që ruhet, por edhe mund të ngritet cilësia e jetës. Prandaj një mesazh për gjithë personat me diabet, që diabeti nuk ju përcakton juve si person, ju jeni më shumë se një diagnozë, prandaj me një jetë të plotë dhe të shëndetshme ju mund ta keni një jetë shumë aktive.